Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka njoftuar se do të ketë përsëritje të votimit në 4 komuna: Gostivar, Vrapçisht, Qendër-Zhup dhe Mavrov-Rostush, për shkak se nuk është arritur censusi i nevojshëm i daljes së votuesve. Sipas kodit zgjedhor, për një proces zgjedhor të konsiderohet i vlefshëm, do të marrin pjesë së paku 1/3 e votuesve, pra 33.33%. Në zgjedhjet lokale të mbajtura të dielën, pjesëmarrja në këto komuna ishte në Gostivar 33.31%, Vrapçisht 25.18%, Mavrov-Rostush 30.31% dhe Qendër-Zhup 21.49%. Për shkak të mos përmbushjes së këtij pragu, do të organizon rivotim në këto 4 komuna. Në nenin 132, paragrafi 2 i kodit zgjedhor thuhet: Nëse në rrethin e parë nga votimi për zgjedhjet të kryetarit të komunës, përkatësisht të kryetarit të qytetit të Shkupit, nuk dali 1/3 nga numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në ekstraktin nga lista zgjedhore për komunën përkatëse, përkatësisht qytetin e Shkupit, përsëritet tërë procedura zgjedhore për komunën përkatëse. Ndërkaq emërimi i personit të besuar deri në zgjedhjet e reja në kodin zgjedhor sqarohet në nenin 134, ku thuhet se nëse dhe pas rrethit të dytë për çfarëdo shkaqesh nuk zgjidhet kryetari i komunës, Komisioni i Zgjedhjeve brenda 15 ditësh prej përfundimit të zgjedhjeve njofton qeverinë. Paragrafi 2. Pas pranimit të njoftimit nga paragrafi 1 i këtij neni, qeveria brenda 15 ditësh do të emërojë person të besuar për ushtrimin e punëve që janë në kompetencë të kryetarit të komunës. Paragrafi 3. Qeveria më së voni brenda 15 ditësh pas ditës së emërimit të personit të besuar e njofton kryetarin e kuvendit për shkak të shpalljes së zgjedhjeve për kryetar të komunës. Sipas ligjit, nëse një komunë ka përsëritje të votimit, atëherë duhet që zgjedhjet të shpallen në afat prej 60 ditësh.